Falënderimet i takojnë madhërisë së Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, atë e madhrojmë, prej tij falje, udhëzim dhe ndihmë kërkojmë. Mëshira e Zotit qoftë mbi vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mëshira e Zotit qoftë mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata cilët pasojnë dhe e ndjekin rrugën e tij deri në ditën ku të gjithë do të dalin para madhërisë së Allahut Azza wa Jall. Të nderuar vëllezër, Allahu i lartë madhruar e përshkruan një kategori të njerëzve në ditën e gjykimit, se si veprat e tyre, si punët e tyre që i kanë punu në dunja, kanë më shku hoq. Dhe këtë përmend Allahu në suratul Kahf, ajeti 103, Kul hel nunebbiukum bil akhsarina a'malan, alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dhe vazhdon ajeti Kur'anit më gjatë. Donim ju lajmëru për një kategori, për një grup njerëzve, cilët punët e tyre, veprat e tyre, e namazet, e zëqatin, e haxhillekun, e punë tjera të mëdha që i ka punu në dunja, në ditën e gjykimit runa Zot, pe kësaj kategorie, kanë më shku njerëzve hoq edhe bosh. Allahu na ruaj nga kjo kategori e njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtohet shokëve të vet një ditë prej ditëve me këtë fjalë: a dini se kush është muflis? Kush është i falimentuar? Dhe për të falimentuarin e dunjas e dim definicionin, mendoj të gjithë. Ai i falimentuari i dunjas, definicioni është i lehtë. Do të thënë, një njeri i cili ka ndoshta shumë pasuri, ka villa shumë, ka ndërtesa shumë, ka pasuri të bollshme, mirë po kur vjen ai bilanci vjetor, del se nuk ka shtëpi as për vete, i mbytur me borxhe, me telashe, ka falimentu, ka humb krejtësisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtohet shokëve të vet: a dini kush është i falimentuari i ahiretit? Sepse këtij të falimentuarit të dunjas, ndoshta ka mundësi do një bamers i del ndihmë dhe e nxjerr disi prej telashave, për aty në borxheve. Ndërsa ati të ahiretit, ai që falimenton në ahiret, aty s'ka me lidhje, s'ka me intervenime. E shokët i thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i falimentuari i ahiretit, është ai që s'ka dinar as dirham, ky është i falimentuari. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i falimentuari i ahiretit është ai njeri që i vjen me shumë namaz, me shumë agjerim, me zeqat, me haxhillek, e punë të mira namaz sa të dush. Po kur vjen fundi, kur vjen ai që mu hedh veprat në peshore, se punë të hidhen në peshore, metën pazja. Kush është ai që pajton për nesh? Ke sakrifiku shumë, ke agjeru një muj Ramazan, ke kanë haxh, je falë, ke nda kohën, ke lanë shumë pukjarë, i përgjithëtirë e Zotit. E kush është ai për nesh që pajton? Runa Zot, Allah mos na sprovoft. I falimentuari i ahiretit pra është ai që vjen me këto vepra të mëdha, që edhe ai mendon se ka bërë shumë. Por Allah thot: fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Pa nuk do t'i japim vlerë aty në veprave. Nuk do t'i japim vlerë peshore aty në punëve të mëdha. Pse? Sepse njerëzit tash ndjej sa ka kanë dunja, vërtet ka bërë këta vepra të mëdha. Këta punë të mëdha, agjerim, e namaz, e zeqat, e haxhillek, e punë tjera, por se ju ka mbet në hak njerëzve. Ju ka bë padrici njerëzve, ju ka bë zullum njerëzve, e ka majt vedin e madh në dunja. S'ka mënov se një ditë do të ndahet për dunjajet, se një ditë do të dalë para Allahut Azza wa Jall. Ka pas do një post nalt, edhe ka thonë si ona s'kushi. E në ditën e gjykimit,
shkojnë njerëzit, ja marrin agjerimin, ja marrin zeqatin, ja marrin haxhilekun, e veprat e mira, e me pa asgjë, a nëse nuk ka veprat të mira, ka me ungarku me veprat e këtij që është bë zullum pa drejtësi. Veprat e këtij kanë me ungarku këtij që ka bë pa drejtësi dhe që ka bë zullum. Allahu na ruajt. Ky është o vëllezër i falementuari i ahiretit. Vjen me punë shumë, por se ka prek nderin e njerëzve, ishtë sjell keq me njerëzit. Për atë edhe misioni i kësaj feje madhështore është, nuk mjafton njeriu që më thonë, unë më rëndësi të jam i lidhur me Zotin, më rëndësi të i bin sejdë Allahut Azza wa Jall, dhe mi pas raportet keq me krijesat e Zotit, mi bë zullum krijesave të Zotit. Ja, për atë njeriu ka hak, ka detyrime, ka ndaj Allahut, detyrime ndaj vetes, detyrime ndaj njerëzve. Detyrime që janë mes teje dhe Allahut, ka mundësi Allahut t'i falë, pra ndaj gabime që ke ba, detyrime që ke ndaj hak, ndaj trupit tënd, edhe tu me pas kujdes, edhe trupi kërkon hak ndaj teje, nëse i ki bo pa drejtësi, ki ba të qka si shdesh mu ba. Detyrime që i ke ndaj tjerëve, ndaj njerëzve, ndaj krijesave të Zotit, këta nuk lahen ndryshe, vetëm se duke t'i marrë njerëzit, duke t'i marrë atas punë të mira nëse ki pas, ose nëse s'ki pas, me t'i dhënë veprat e liga, gjunahet, për shkak se i ki bë zullum. Për ata o vëllezër, besimtari duhet me pas kujdes si sillet, çka vepron dhe çka punon. Besimtari duhet gjithmonë, sepse me një fjalë që ti si kushton rëndësi, por se ki prek dikën rand në zemër, ki prek thellë dikën, dije sa ja mund të kushtoj shtrejt në ditën e gjykimit. Allahu thot, wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan. Thuaj robëve të mi që të thojnë gjithmonë atë çka është më mira. Fjalën e mirë. Të na fjalë o vëllezër të dashur, fjalë duhen shumë të maten, duhen të peshohen, e jo të numërohen, kështu i tha që kështu ja thash. Sa ta kanë më vunë në llogari, kanë më vunë peshore në ditën e gjykimit. Atë, e ne këtu në dunja, tani jemi sot për nesër. Nuk e dim, ne kemi të sodit, por nuk e dim a arrim të nesërmen. E të kemi kujdes në veprat e mira, në punët e mira, që ne i punojmë me i rujt, mas me prek nderin tjetër, mas me ranu dikën, mas me kënë ti sebeb dikujt me prish ditën, ti tjerë sebeb me është i gzim në zemër, ti tjerë sebeb dikujt me alergu në i hallë, në i vujtë, në i telashe. Kështu duhet jemi. Atëherë kemi pas bereqet. Jo më rëndësi unë që erdha namaz, u fala, u kryva, agjerova, shkova në haxh. U vllai dashur, po dije se nuk është vetëm e mjaftueshme ti mu falë në haxh e me agjeru. Nëse janë mangut këta sjelljet me krijesat e Zotit, nëse mungon ahlaku, morali, s'kan dobi këta. Se për këtë jo rastësisht thënia e pejgamberit kur i shpyet kush janë njerëzit që më shumë të kanë me hinë në xhennet, ka thënë takwallahi wa husnul khuluq, pra janë devotshmit, ata që janë përkushtu Zotit, por edhe të moralshmit. Mund të jesh i devotshëm, por se ke moralin, s'ka dobi. Po mund të jesh i moralshëm dhe se ke devotshmërim, por se s'ka dobi. Duhet devotshmëria, por duhet edhe morali. Të dyja duhet mi bashku besimtari. Andaj edhe kisha përmbyll këtë me një mesazh të madh nga një njeri i madh, Imam Shafi Muhammad ibn Idris, cili jep 4 porosi, thot, kur i shpyet, çka është obligim? Edhe çka është diçka mel wajib o mel aujab? Çka është për detyrë dhe çka është diçka që është hala ma obligim me detyrë? Për detyrë është o vëllezër, ti pendohemi Zotit, ti kthehemi, kërkojmë falje të ky Zoti. Kërkojmë falje. E dyja ajo çka është edhe ma obligim, që t'ju japim fund t'ju japim fund gjunave me katë, mundohemi që mu lidh fort me Zotin. Pastaj mel ajib o mel ajab, por çka është e çuditshme, çka është diçka hala më e çuditshme. E çuditshme është se njeriu shef vet se si ec jeta dunjas, sa shpejt kalon dieta e kësaj dunjaje, dhe pret është më e çuditshme që njeriu s'mendon dhe më u kthy Zotin mu pendu. Me sabun o mel asab, çka është diçka e rand, por çka është diçka hala e më rand. E rand është fatkeqësia, por më e rand është ajo kur njeriu e humb shpërblimin, kur sprovohet, kur bën fatkeqësi dhe nuk e arrin me marrë shpërblimin asaj fatkeqësie, asaj telashe që ai ka përjetuar jetën e vet. Sepse besimtari duhet të jetë i kënaqur.
o me l'karib, o me l'akrab, çka është diçka afër, por çka është diçka hala më afër. Ajo çka është afër, është njeriu bën shpresë, ka plane, thot nesër këtë do të veproj. Po ja çka është diçka hala dhe më afër, është fundi, vdekja që nuk e di askush, kur e kemi momentin dhe frymën minutin e fundit kësaj dunjaje. Allah na i fal gjunahet tona, Allah na mëshiroft me mëshirën e Tina, Allahu na nxjerr fitimtar nga kjo dunja. Allahu na mëshiroft me mëshirën e Tina dhe njeriu vetëm se me mëshirën e Allahut Azza wa Jall mund të fitojë dhe dal fitues në dunja edhe në ahiret nesër kur dalim para madhrisë së Zotit. E themi këtë që ndëgjuat dhe lut Zotin e madh për falje. Aqulu ma tasmaun fastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin.